ti në fakt bëre mirë që e nxore muhabetin te marketimi, sepse pyetja që unë do të bëja është, po mirë, ja I bëm këto filmat për familjen, për problemet sociale. Po kush do t'i shofi këto? Edhe nga do vinë të ardhurat, se duhen paguar aktorët, duhet nxjerr kostoja. Dhe unë mendoj që filmat aksion dhe filmat që ne mund t'i kritikojmë. Mos ndoshta këta I do publiku këta filma që prodhohen në masë, pavarësisht mungesës së cilësisë, po themi, të një skenari të mirë, të një prodhimi dhe produksioni artistik, pra mos ndoshta është publiku që I do. Domethënë I kritikojmë, dakord jam me ty unë, po puna është lekët ku do t'i gjejmë, shumë e thjeshtë situata. Si fillim nuk është një kritik pa baza e para ajo imja, dhe nuk është një kritik profesionale, sepse thash, unë jam akoma isa po dal nga veza për profesionin që kam, por është thjesht një konstatim, siç do e bëja unë ndryshe, që është preferencë personale praktikisht. Nuk është se po I them njerëzve bëni kështu filma se kështu, jo. Ato që shesin janë filmat që ne përmendëm, që janë aksioni, komedia, vanilla me probleme, hajde shajm sa më shumë, themi romanca po. Themi nga këto gjëra, edhe romanca ka filluar të bjerë. Domethënë duan komedi që romancë vërtet nuk kam parë. Më shumë rom-com. Aty bashkë këtu dy. Komedia banale, duke marrë fraza nga këto mjeshtrat e TikTokut dhe Instagramit që dalin gjithanë që janë gjithë treçarekut paktën janë për të vizituar herë si fillim. Dhe ajo që vëre, besoj, ke vënë edhe ti te këto filma, është që dalin ato supermarketet dhe dyqanet e sallamit aty një moment. Do kaloj aty për pak. Ose dyqani djathit aty. Po do paguhet ato. Shoti nuk fillon nga aktori që flet, nuk fillon nga location, nuk fillon nga diçka që e evolon filmin të vazhdojë më tej, po fillon nga dhalla, nga djathi, nga çumshi. Sido që tjetë, duke thënë këtë, pjesën e parë është dhe pjesa e dytë, pjesa e buxhetimit. Që normalisht këtu si biznesmen, jo unë si biznesmen, po flas si ata, si biznesmen unë jap dorën, sepse janë biznesmen zot, kanë krijuar disa filma, kanë marrë sponsorat e duhur dhe kanë gjetur buxhet dhe kanë marrë fitim. Nga pikpamja e biznesit është formulë fituese kjo. Është formulë fituese normalisht. Nga ana tjetër është dhe kjo që është e njëjta formulë me televizionin që unë e kam kritikuar ai shumë, që është publiku është sfungjer. Ne jemi sfungjer derisa të vdesin, ne jemi sfungjer, nuk janë thjesht fëmijët sfungjer. Domethënë ne marrim informacionin dhe e selektojmë ashtu siç duam ne, në mënyrën që duam ne. Dhe nëse ti heq të gjithë programet me negativitet dhe antivlerë, të gjithë këto lloj filmash që janë vanilla dhe lë disa filma të sakt në vazhdim, flas është diçka që do kohë në vet. Dhe në televizion lë disa emisione që janë me kulturë, që kanë ecuri etj, do vi një moment që do ndryshoj dhe pëlqimi I publikut. Pra, çfarë do t'i japësh publikut në masë dhe në vazhdimsi, në konsistencë, ato do marrë dhe publiku. Për momentin, ajo që ndodhi me muzikën nga 2008 le të themi deri më sot, ndodhi me filmin nga 2015 dhe sot, që çdo kush që ka I çik fam, deli çik televizor, bën film ose muzikë. Po, mendoj që I njëjti fenomen po ndodh në fakt edhe me filmat ndërkombëtar. Është fenomen botror, të cilësisë duken si kopje të shëmtuara të filmave të dikurshëm, atyre ikonave që edhe sot e kësaj dite ende I kujtojmë. Po marr një krahasim për Italinë, po marrim ata që kanë bërë praktikisht të cilën ne I duhet I kushtojmë filmin shqiptar, domethënë flas në fillimet e veta që është në realizëm italian. Po të shohësh filmat Natalia Krishtlindje në këtu, Krishtlindje në atje, ata e dinë se çfarë janë, e dinë që janë humor, e dinë që janë satirë, e dinë që janë vanilla dhe vazhdojnë me atë ritëm se e dinë se janë si franchise Scary Movie. Po. Ndërkohë Italia nuk të ofron vetëm atë, të ofron dhe filma sot e kësaj dite shumë të mirë me tema shumë të zgjeruara dhe me aktor po të njëjtët që kanë luajtur filmat më përpara, po është më që ne I duam. Jo, nuk flas për këto Natale. Dhe kur ke shumë llojshmëri zgjedhje, fillon dhe e shkon vet publiku aty ku do. Ndoshta Matias ti e the shumë sakt. Ajo që na mungon neve këtu është shumë llojshmëria të kemi. Diversiteti. Edhe kështu, edhe ashtu. Kush do të shkojë të shohë dyqanet e sallamit në kinema, kush të dojë të shkojë të shohë një film vërtet të mirë nga pikpamja e regjisë. Por do bëj edhe krahasim tjetër. Ishte Joker 2 në kinemat e Cineplex. Okej. Dhe ishte edhe një film tjetër që realisht jap dorën sepse pati një boom shumë të madh. Dhe ideja ishte film shqiptar. Okej, ma merr mendja për këtë. Ideja ishte që unë nuk prisja që të vishin te Jokeri. Prisja që të shkoshin te ai. Për arsye se ishte një film që ka për dije. Okej. Ishte I masës, në kuptimin që ishte për masën, ishte I bukur deri në atë pikë. Jo, nuk po flas si regjisor, po flas si klient. Ti shkoj, shoh, qesh, kënaqem, më them, ishte film I bukur, më pëlqeu, ja vlet e bileta që mora, kokoshat e të gjitha. Nga ana tjetër, Jokeri nuk e shifshin dot shumë njerëz. Mund të kem qenë nga të vetmi që e kam parë deri në fund, pavarësisht se mora me zorë të gjithë të tjerët, po
që e pëlqeva. Unë edhe partneri im e pëlqejmë sepse dim ca gjëra ekstra, dim ca për kinematografi. Edhe me një sy ndryshe. Që do thotë, jo gjithmonë filmi artistik fiton mbi komercializmin. Edhe komercializmi duhet të jetë gjithmonë. Thjesht duhet bëhen të them diçka se më kujtua tani. Si quhej ky filmi që luante Angelina Jolie për këtë sopranon greke, Maria Callas, më duket? Sopranoja greke? Maria Callas, po, më duket Maria Callas. Para një 3-4 muajsh më ishte. Okej. Isha i vetmi në sallë. Duket se nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Lumti. Jo, është figurë, nuk e ke dëgjuar Sopranon greke? Jo, Sopranon kam dëgjuar, nuk kam dëgjuar filmin. Filmi dhe ishte filmi marketuar, ishte Angelina Jolie luante rolin e kësaj. Në Cineplex. Isha i vetmi në sallë. Ishte, s'më kishte ndonjëherë në jetë. Se din çfarë ore ke shkuar? Jo, në orën 6-7 kam shkuar. Nuk ishte, okay, ishte pretendohet, jo, pretendohet që në 6-7 ketë. Po, që të ketë, në base nuk është ora 9, e kupton, po gjithsesi duhet të ketë. Isha i vetmi. Interesante. Unë për shembull do kisha shijuar maksimum, pëlqejnë sallat kur janë bosh. Është si avioni kur është bosh, është. Jo, ishte vërtet eksperiencë. Dgjoj, ne kemi qenë disa herë në sallat bosh, që edhe kemi dëgjuar te Cineplexi dhe ka qenë situatë komplet ndryshe nga ku ka njerëz. Është gjë komplet ndryshe, po filmin nuk e kam dëgjuar ndonjëherë.